Të nderuar media, të nderuar qytetar, sot kemi dalë para jush për të folur për një problem serios që për vite me radh është fshehur pas statistikave dhe raporteve zyrtare, ndërsa në praktik ka dëmtuar drejt për drejti të drejtën e shqiptarëve për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në institucionet e shtetit. Për vite të tëra, qytetarëve u është thënë se mekanizmi i quajtur balancues garanton përfaqësimin e drejtë etnik në administratë. Megjithatë, faktet që po dalin në sipërfaqe dëshmojnë se ky mekanizëm jo vetëm që nuk ka zgjedhur problemin, por në shumë raste është keqpërdorur në dëm të vetë shqiptarëve. Po japim një shembull konkret në institucionin që drejtoj unë, sipas evidencave zyrtare, sot rezulton se shqiptarët përfaqësohen me 29%. Mirëpo, pas verifikimeve të bëra, rezulton se vetëm 13% e të punësuarve janë shqiptarë. Diferenca prej 16% përbëhet nga personat që janë deklaruar si shqiptarë gjatë procedurave të punësimit, ndërsa në realitet i përkasin bashkësive të tjera etnike. Ky nuk është përfaqësim i drejtë, ky është keqpërdorim i një mekanizmi që është dashur të garantoj përfaqësim të drejtë dhe veçanërisht përfaqësim të shqiptarëve. Rasti në fjalë dëshmon qartë se balancuesi ka krijuar një pasqyrë të rrem për gjendjen reale në institucionet shtetërore. Për pasojë, përfaqësimi real i shqiptarëve ka qenë më i ulët se ai që është paraqitur në evidenca dhe statistika zyrtare. Ajo që në dokument është raportuar si përfaqësim i shqiptarëve në shumë raste ka rezultuar të jetë produkt i deklarimeve të rreme, etnike dhe i keqpërdorimit të sistemit. Prandaj ne nuk do të pranojmë që sot të derdhin lot krokodili për një mekanizëm që është keqpërdorur pikërisht në dëm të shqiptarëve. Ata që për vite me radh e administruan këtë sistem dhe sot paraqiten si mbrojtës të drejtave të shqiptarëve, duhet të japim përgjegjësi se si është lejuar që përfaqësimi etnik të manipulojë dhe të krijohet një realitet fiktiv në letër, ndërsa gjendja faktike e institucioneve ishte krejtësisht tjetër. Pikërisht për këtë arsye, vleni këmbgul në miratimin e ligjit për përfaqësim adekuat dhe të drejtë, sepse vetëm një zgjidhje e bazuar në ligj dhe mekanizma të qarta, kontrolli dhe përgjegjësie mund të garantojë që përfaqësimi të jetë real dhe jo fiktiv, i drejtë dhe jo i manipuluar. Koha e statistikave të rrema ka përfunduar. Shqiptarët nuk kanë nevojë për përqindje të fryera në letër, por për përfaqësim real në institucione, në pozita vendimmarrëse dhe në çdo nivel të administratës shtetërore. Vlen mbetet e përkushtuar që të ndërtojë një sistem ku përfaqësimi nuk do të varet nga deklarimet e rrema dhe manipulative administrative, por nga rregullat të qarta ligjore që garantojnë barazinë, drejtësinë, dinjitetin për të gjithë. Ju falenderoj.